Përshëndetje! Për sot kemi përgatitur një maskë për pikat e zeza me të bardhën e vezës. Si fillim, na duhen 2 endi një vezë. Bëjmë fillimisht ndarjen e të bardhës e vezës nga e verdha, pasi është e bardha produkti që na intereson në këtë maskë. Pasi kemi bërë ndarjen e dy produkteve në enë të ndryshme, marrim një piru dhe fillojmë ndarahim për disa minuta të bardhën e vezës. E bardha e vezës është një produkt i cili ka një numër të lartë vitaminash në të, që bën të mundur largimin e pikave të zeza dhe yndyrnave të tepërta nga lëkura e fytyrës, duke i kthyer në një farë mënyre lëkurës tonë shkëlqimin e munguar. Dhe pasi e kemi rrahur vezën, maska është gati për të aplikuar në fytyrë. Për të aplikuar maskën, ju këshilloj të përdorni furçë, sepse e bën shumë të thjeshtë aplikimin në fytyrë. Duhet të sigurohemi që fytyra të jetë e pastër para maskës. Si fillim, marrim një shtresë të hollë të maskës dhe fillojmë të e vendosim në fytyrë. Kryesisht, e vendosim në zonat më problematike, të cilat kanë një probabilitet më të lartë për pikat e zeza dhe për yndyrën. Duhet pasur kujdes pjesa e syve, pasi është një zonë shumë delikate dhe që mund të irritohet shumë shpejt. Pasi kemi aplikuar shtresën e parë të maskës, marrim picetat të cilat i kemi prerë në copa për ta pasur më të thjeshtë dhe i vendosim në fytyrë. Pasi kemi vendosur picetat, aplikojmë dhe një shtresë tjetër të maskës mbi piceta. Të njëjtën gjë bëjmë edhe në pjesë të tjera të fytyrës, si në zonën e mjekrës, por edhe në ato të ballit. Dhe duhet të prisni 30 minuta që maska të fatë plotësisht. Pas 30 minutash do të ndjeni lëkurën e tërhequr dhe piceta do jenë tharë. Tashmë është momenti që piceta do të hiqen nga lëkura. Duhet ta bëni me kujdes, pa tërhequr shumë lëkurën e fytyrës. Teksa hiqni picetat, do shikoni që në të kanë mbetur pikat e zeza. Nga kamera ime nuk shikohet mirë, por duhet ta provoni vetë që të shikoni rezultatin. Pasi të hiqni gjithë picetat nga lëkura e fytyrës, duhet ta shplani me ujë të bollshëm. Faleminderit që na ndoqët.